diskutojmë dot atë të bënim mirë apo s'bëni mirë. Ka trajnerë që nuk guxojnë të zëvendësojnë lojtarët. Futbollisti ka. Nëse do që të komunikojmë si njerëz, më lejo të mbaroj deri në fund dhe pastaj fillon. Okej. Si dy të rritëm më falë, se si njerëz kaloj kështu. Ku e pe që një intro të vogël e tifoz italian. Jo, E di që e ka problemi. Jo, se kam shumë herë në studio dhe hera parë që mus më pëlqen kjo, edhe është mirë dhe s'është mirë trajneri. Shiko, unë thash për trajnerin, mua më ka pëlqyer trajneri dhe nuk i vendos faj trajnerit. I thash ju vendos faj këmbëve të lojtarëve dhe minutazhit të tepër që lojtarit ka patur. Pa i ka zgjedhur aty, nuk i kemi zgjedhur me ti. Çfarë tjetër do kishte për zgjedhur më mirë sa ata lojtarë që kishte? Ai trajner kur ka shkuar në botror ka pas shumë kritika. Ta dish që nga Neueri, qofse s'ke informacion merre, që nga Neueri që mori portier dhe shumë futbollistë të tjerë që i kalon në Gjermani. Dhe ka pas shumë kritika. Shiko, mendoj që Bauman rrjedha e lojës, kjo edhe logjika aty të çon. Unë do të shtoja vetëm diçka. Ndoshta gegenpressi i Ralf Rangnick nuk rezultoi suksesshëm për nxënësin e tij. Ndoshta edhe kjo është e vërtetë, absolutisht, por sepse është një nxënës i Ralf Rangnick dhe është idealist. Unë do të shtoja vetëm diçka. Në rezumen që ju bët, ishte e qartë e saktë, por do thoya që këmbanat për Gjermanin kanë kohë që kanë rënë. Nuk është ky botrori. Kanë kohë që kanë rënë këmbanat për Gjermanin. Kjo për mua ishte rënimi i Gjermanisë. Në thonjza, në qofse... Italia dhe Gjermania, po i marrë të dyja si dy kombëtare, pavarësisht se kanë qenë... Jo, Itali mos e merr fare si shumë. Mos e merr, se s'ka lidhje Itali. Okej, Milena dëgjoj. Mendoj që do të ofendoj Italinë, kuptoj të gjë. Italia dhe Gjermania kanë një problem në organizim. Italia filloi problemin mbas shpalljes kampione bote në 2006 dhe Gjermania filloi problemin mbas shpalljes kampione të 2014. Italia mbas 2006 filloi probleme. Vetë kënaqësia dhe të parit të vetën më të mëdhenj se sa të tjerët ju dërgoi këto probleme. Gjithashtu dhe problemi nuk qëndroi tek lojtarët dhe tek trajnerët. Mendoj që qëndron edhe te federata se si i kanë drejtuar gjërat dhe si kanë arritur të merren me lojtarët. Pra, Gjermania dhe Italia po investojnë shumë tek talentet e huaj që ju ikin nga Gjermania dhe vazhdojnë dhe luajnë. Po t'jap një shembull. Për shembull, Kenan Yildiz është rritur tek Bayern, te akademitë e Bayernit, por nuk do luante për Gjermaninë. Ka patur mundësinë të luante për Gjermaninë, ka zgjedhur të luajë për Turqinë. Dhe talentet e tjerë, lojtarët e tjerë mos marrë me emra shumë të përveçëm. Dhe çfarë ka ndodhur? Dhe Italia e njëjta problem është në problemin e organizimit nga federata, pra të selektimit nga federata që tek moshat nuk vazhdon më problemi tek selektimit. Kampion bote të Italisë. Para 2 javësh zonë kampion bote. Është analizë më e thellë. Është 17 vjeçar ti si këtë vit, po jo 17 vjeçar para 5 viteve që të luanin tani. Dëgjoj, vje keq që të kundërshtoj, po nuk e di si e kemi. Nuk kemi fare. Italia nuk ka nevojë që unë e ti të gjenezën e futbollit. Ka të bëjë me boshtin vertikal të rritjes. Pasoja është tu.